Debate të forta dhe akuzat të ndërsjellta kanë shoqëruar seancën plenare në Kuvend, ku kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe deputetja socialiste Elisa Spiropali shkëmbyen replika të ashpra politike nga foltorja e parlamentit. Gjatë fjalës së tij, Berisha ironizoi raportin e Spiropalit me kryeministrin Edi Rama, duke ju referuar deklaratave të mëparshme publike të saj. Menjëherë pas deklaratës së Berishës, Spiropali reagoi me tone të forta, duke akuzuar kreun e opozitës si përgjegjës për gjendjen politike brenda opozitës dhe sistemit. Besueshëm sepse njëkohësisht je edhe denoncuesi më i madh edhe garantuesi më i madh i sistemit. Kështu që kur të çlirosh sistemin, kur të çlirosh partinë, kur të çlirosh opozitën, mund të flasim këtu dhe ndoshta terma doktor do të ngjisin më shumë. Në vijim të replikës së saj, Spiropali tha se kontraditat politike të Berishës kanë bërë që qytetarët të humbin besimin te lideri historik i demokratëve. Po sot për sot, kontradikta e thellë të qenurit edhe denoncues, edhe garantues, nuk ta jep të drejtën të flasësh dhe i jep qytetarëve të drejtën të mos të besojnë. Përplasja mes palëve solli tensione në sallën e Kuvendit, ndërsa debati politik dominoi dhe këtë seancë plenare.